Të dala nga zgjedhjet e 9 të shkurtit, kur u duk se gjithçka po shkonte drejt një zgjidhje, kjo edhe nisur nga siguria që vetë zoti Kurti kishte përcjell në daljet publike, një deklaratë e dal nga mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare tregoi se ende ka pikpyetje të mëdha se si do të krijohet qeveria e ardhshme. Zoti Kurti deklaroi se nga ana e Serbisë po ju bëhet presion deputetëve të dalë nga zgjedhjet e 9 të shkurtit që i përkasin pakicave jo serbe në Kosovë për të mos u bërë pjesë e institucioneve të reja të Kosovës. Nga ana tjetër, ditën e djeshme, në mediat e Kosovës u fol për një ftesë që zoti Kurti i kishte drejtuar Lumir Abdixhikut, edhe pse ky fundit ende nuk ka bërë koment, zyrtarë të tjerë të kësaj partie kanë refuzuar pjesëmarrjen në një diskutim për krijimin e institucioneve të reja të Kosovës me kryetarin e vetëvendosjes, kryeministrin në detyrë Albin Kurti. PDK-ja ndërkohë po pret ftesën pas dështimit të mundshëm të zotit Kurti për të krijuar qeverinë e re. Xhavit Aliti, antar i Partisë Demokratike të Kosovës, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Aliti, faleminderit shumë që je me ne. Faleminderit për ftesën. Në fakt, pyetja e parë është nëse Kosova do të ketë qeveri të re apo do të shkojë në zgjedhje, pasi duket se ky opsioni i fundit në këtë situatë duket si më i mundshme. Të gjitha janë të mundshme, por unë nuk do të dëshiroja që të shkonim në zgjedhje të reja për shumë arsye. Megjithatë, situata është e brish, situata është me shumë panjohura dhe në këto të panjohura nuk ka asnjë çështje që është transparente sa i përket mundësive dhe kush me kënd mund të formojë qeverinë. Gjithçka i përngjan lojrave tenderuese, do ta quaja se kush do ta fitojë tenderin dhe kush sa do të jap për ta marrë tenderin. Mendoj që partitë serioze në demokraci duhet të jenë transparente jo vetëm me veten e vet, por ose kryetarët me veten e vet, por edhe me elektoratin, edhe me popullin në përgjithësi për të arritë në një konstatim publik, jo të imponuar nga pseudoanalistë, do t'i quaja një pjesë, por të imponuar nga interesi i përgjithshëm, interesi i gjithë qytetarëve të Kosovës për të pas një qeveri. Unë kam dalë me një mendim timin, s'po them kërkesë, sepse kërkesa është shumë, më herët përmes të cilit ju kam bërë ftesë që të bëjmë një qeveri kalimtare, ta quajmë të unitetit ose qeveri të përkohshme, e cila do merret me disa çështje për cilat pastaj nuk do të ketë tradhtar në mesin tonë, nuk do të ketë njerëz të akuzuar për tradhti që shiten interesat e Kosovës, që shiten territore, që nuk shiten territore, dhe të analizohej dhe të bëhen disa vendime të cilat pastaj do ta krijonin mundësinë e krijimit të institucioneve pa ngarkesa nacionaliste nga asnjë napal. E kuptoj. Sidoqoftë, mënyra se si po procedohet me çështjen e koalicionit ose koalicioneve të mundshme është me të vërtetë qesharake. Për shembull, thirr në një takim kryetari i Partisë Lëvizja Vetëvendosje, kryetarin e Lidhjes Demokratike, në anën tjetër Glau Konjufca, kryetari i Parlamentit, thirr ai kryetarët e partive. Tani se kuptoj pse kjo formë e mënyrës së thirrjeve për të njëjtën çështje. Arsyetimet janë shumë herë banale, po i thrasim për ta thirrë mbledhjen e Kuvendit të Kosovës. Mbledhja e Kuvendit të Kosovës thirret në bazë rregullore së Kuvendit, në bazë kushtetutës së Kosovës. Nuk ka nevojë me i thirrë kryetarët e partive, ish kryetari i Kuvendit.
dhe seancën dihet kush e fton. Por megjithatë unë jam i dyshim shumë se a ka takime të fsheta dhe jo publike dhe këto bëhen sa për ta ushqy opinionin me situatat quasi të vështira për ta krijuar qeverinë. Vetë zoti Kurti, me njerë pas fitores së zgjedhjeve, pati një gjuhë të ashpër dhe agresive ndaj liderëve të partive opozitare, përfshirë këtu dhe vetë zotin Abdi Xhiku. Nga ana tjetër, ai ka nxjerrë një deklaratë mbas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë, ku thotë se Serbia po mundohet të sabotojë krimin e institucioneve të reja. Ka fuqi Serbia që t'i detyroj deputetet e dalë nga pakicat jo serbet mos bëhen pjesë e qeverisë Kurti, është një mekanizëm që zoti Kurti po e përdor ndoshta për t'i bërë një farë presioni ata të cilët nuk i kanë thënë se janë gati për koalicion dhe si mund të apo a mund të bashkëqeverisin vetëvendosja dhe LDK-ja pas një eksperiencë që kishin në të shkuarën të cilën e bën zotin Kurti edhe kryeministrin ndoshta më jetë shkurtrin në Kosovë në mandatin e tij të parë. Tani u bën 3-4 çështje me të cilat ne duhet të diskutojmë, por ajo e para sa i përket fyrjes që ka bërë zoti Kurti në fushat, para fushat dhe gjatë fushatës kanë fyrë të gjithë njëri tjetrin. Jo, e kisha për mbrapa, zoti Aliti. Mbasi fitoi zgjedhjet, se përpara në fushat, po i marrim se ndodhi në fushat. Po mbasi ke fituar zgjedhjet dhe s'ke numrat për të krijuar qeverinë, dhe ofendon ata me të cilët ndoshta mund të krijosh qeverinë, kjo është pak... është axhamillëk e tij, nuk është politike, është budallalek, mos me quajt bash axhamillëk, por është budallalek i tij për të mos i josh ata që mund të krijojë qeveri. Por si të qoftë, sa i përket kësaj çështjes tjetër të Serbisë, tani ne kemi pas dhe kemi informata që disa nga eksponentë të caktuar politik koketojnë dhe kanë qenë edhe pjesë e koalicionit me listën sërbska. Por unë besoj që presioni ndaj këtyne komuniteteve të vogla, do ta quaja, është më i madh nga partitë politike në Kosovë, sepse janë dy bloqe të cilat janë të deklaruara, domethënë bloku i opozitar që ka qenë dhe pozita e cila po përpiqet ose vetëvendosja e cila po përpiqet të operoj për të kriju mundësinë që t'i ketë në kuvend 61 vota të paktën, qoftë me këtë nismen, qoftë duke i marrë edhe votat e pakicave. Tani, kjo kushtet për shembull që po i nxjerrin pakicat, veçanërisht për kjo Duda Bale që ka nxjerrë një kusht për me formu një komunë bosnjake, dikun atje nga ona e Prizrenit, është e drejtë e saj që të bëj kërkesë, por ne kemi pas një situatë edhe të kalumen me kërkesa për të krijuar komuna të ndryshme. Ka mundësi edhe komuna të tjera me shqiptar me u formu, por njëherë duhet që të merremi vesh para prakisë, sepse ndërhyrja në kushtetut për interesa, do të thoja, elektorale, nuk para se të krijohen qeverit, nuk është normale. Sidoqoftë, ekziston mundësia që ndonjë eksponent të ketë presion për shkak të lidhjeve të vjetra, për shkak të raporteve, ose sepse është i shitur. Por në këtë rast, unë mendoj që nëse dikush nga shtetasit e Kosovës e koketon në këtë variant, atë do duhet të merrej ligji me të, do duhet të merrej kushtetuta me të, dhe në fundit do duhet që dikujt t'i merrej edhe mandatin, në qoftë se interesat e Kosovës i vënë në rrezik
për shkak të interesave të Serbisë në këtë rast, sepse Serbia dihet se çfarë raportesh kemi. Më thonë, por Albini të në heret gjuan kështu për ta justifiku pamundësinë e vetë dhe këtë qëndrimin e ngurt, do të thoja, dhe gjuhën e drunit që e ka në raport me qoftë me komunitetet, qoftë me kundërshtarët politik. E kuptoj. Në kampin opozitar, situata po ashtu duket disi e mjegullt, edhe pse janë deklaruar deri diku që ata nuk duan të bëjnë koalicion me vetëvendosjen, kur vjen puna tek një koalicion i partive opozitare, ata kanë kushtet e tyre. PDK-ja do Bedri Hamzën kryeministër, LDK-ja do Lumir Abdigjikun kryeministër, me sa duket të paktën publikisht, sepse vetë zoti Memli Krasniqi tha se ka biseduar me të gjitha partit, por pa dhënë detaje, duket se çështja ka mbetur kush do të jetë kryeministër, si do të ndahet pushteti mes tyre. Jo, në të kaluarën, me sa di unë, në takimet që janë zhvilluar edhe në një ambasadë të fuqishme, më dhënë është diskutuar se si do të krijojë qeveria mas zgjedhjeve dhe është deklaruar, janë deklaruar qoftë pjesa e PDK-s, qoftë LDK-s, qoftë të tjerët, se kryeministri i takon partisë që e merr të paktën një deputet më shumë. Tani ne kemi hyrë në zgjedhje me dikun 4-5 kandidat për kryeministra. Dhe pretendimet për ta marrë me çdo kusht kryeministrin për mua janë të pa justifikueshme, sepse ne kemi probleme tjera përballë. Jo çështjet e individit se kush mund të jetë kryeministër dhe pse nuk mund të jetë dikush. Tani, ne kemi 2 bloqe, të cilat janë në luftë njëna me tjetrën, neve opozita jemi të interesuar që Kurtit mos ketë mundësi me formu qeverinë dhe të stafeta për krijimin e qeverisë t'i kaloj PDK-s. Në anën tjetër, kjo ftesa e djeshme, ose kur e bëri për zotin Abdigjiku, ishte ftesë për t'i bërë presion edhe LDK-s, edhe PDK-s, me një joshje ose një tendencë për ta përqa në një mënyrë ose në tjetrën këtë blokun i cili akoma nuk do ta quja që është blok i krijuar dhe blok i cili ka një marrëveshje konkrete se ku do të shkojnë dhe si do të zgjidhen problemet. Dhe nëse kështu vazhdon me shku dhe nëse Albini nuk arrin me i bërë 61 vota për krijimin e qeverisë së re të paktë që të funksionoj për disa muaj, atëherë ekziston edhe kjo mundësia tjetër që në pamundësi për të krijuar qeverinë të shkohet në zgjedhje të reja. Në të shkuarën Kosova është përballur shpesh herë me situata të tilla, pamundësinë e një subjekti për të krijuar një qeveri me koalicione që rezultatet e të cilave kanë qenë edhe të papritura dhe të pamendueshme për shumë kënd, por ja ka dalë në fund të krijojë qeverit këtu, natyrisht që kontribut madh kanë pas misionet ndërkombëtare, po them Shtetet e Bashkuara. Në këtë situatë, kush do të negociojë mes palëve? Cili është roli i Shteteve të Bashkuara? Do të përfshihen ata në këtë proces duke parë situatën atje? Apo vendet e tjera të Bashkimit Evropian që kanë qenë të interesuara për situatën në Kosovë, siç është Franca dhe Gjermania? Tani unë mendoj që të gjitha kanë një mesazh, që të krijoni qeverinë sa më shpejt, të krijoni institucionet e Kosovës sa më shpejt, por normalisht që
edhe këto tani kanë simpatit dhe antipatit në raport edhe me partit politike në Kosovë. Varet Të gjitha kanë qenë të pakënaqura me Kurtin. Me Ken. Po tani unë s'ko mund të them. Jo, ato janë publike, po. Nuk mund të flas në emër të tyre, por kuptohet që nuk ka në dëshirë të madhe, po besoj që Kurti të jetë kryeministër. Por interesi është që të krijohet qeveria. Tani, se si do të rrjedhin ngjarjet, se në kalumen për shembull kanë qenë koalicione vërtet të çuditshme, siç e thatë edhe ju, sepse nuk janë bërë mbi bazën e parimeve, por mbi bazën e interesit të vendit dhe për të zbut ato kontradiktat që kanë qenë në mes të partive politike, po i quajmë, por ka pas edhe probleme shumë të rënda të cilat janë të i kaluar pa pasoja, do të thoja, politike dhe as pasoja të tjera në mesin tonë. Tani, në këtë rast, mendoj që Kurti nuk ka dhënë ndonjë sinjal i cili do të ishte për të trajtuar që është i gatshëm që për interes të Kosovës, për interes të vendit, të jap një mundësi, do të thoja, për shku për para. Cila është ajo mundësi, pastaj le të ulen të gjithë dhe le të diskutojmë bashkë. Ai i ka fitu shumicën e votave, ka fitu 42% të votave në Kosovë dhe normalisht që është personi i parë të cilit i takon që të negocioj për ta krijuar qeverinë. Takime kanë pas të gjithë, po mendoj unë, me Kurtin edhe më herët, dhe nuk është ndonjë problem i madh ose nuk është diçka e çuditshme nëse edhe ka pas edhe tani takime të pa lajmëruara, do thotë jo transparente, siç për shembull u bërë kjo zhurma me takimet e zotit Limaj, por unë e mbështes çdo iniciativë, çdo përpjekje për të krijuar institucionet, por jam kundër që vërtet neve për interesat vogla të lëjmë që ta krijojmë një situatë të papërballueshme, do të thoja, për të ecë përpara dhe për të kriju mundësi edhe Kosovës, por edhe për të fitu besimin në tek aleatët tonë që jemi të gatshëm dhe muajmë me procesin e zhvillimit të Kosovës, procesin e integrimit të Kosovës, ta kemi përpara parasysh se sa interesat e grupeve. Zoti Alidi, nga eksperienca juaj e gjatë në politikë, ju keni pasur edhe mundësinë të jeni pjesë edhe negociatave, shpeshherë me shumë prej politikanëve që ndodhen sot në kampin opozitar, them tek LDK-ja dhe tek AAK-ja, hiq kandidatin për kryeministër të LDK-s që është i ri përgjithsisht në politikë dhe në drejtimin e asaj partie. Mendon se mund të arrihet një kompromis për një emër përtej Bedri Hamzës, Lumir Abdixhikut, Ramush Haradinajt, edhe pse AK-ja, edhe pse partia e tretë ka theksuar se ajo nuk ka asnjë pretendim, do vetëm një koalicion opozitar në qeveri. Mund të arrihet pra një kompromis për një emër tjetër përtej tyre për të krijuar qeverinë? Unë mendoj që asnjëri nuk është pa pretendime. Gjithë ta që thonë që s'kemi pretendime janë edhe pengesa, janë edhe me pretendime, sepse në politik ka pretendime, ka interesa. Por nuk e besoj që në këto rrethana të ketë ndonjë negociator i cili mund të jetë autoritativ, do të thoja, ose të qëndroj mi palet përjashto do të thoja ambasadën e Amerikës ose ambasadorin e Shtetet e Bashkuara. Fatkeqësisht ne nuk
kemi më duket ambasador akoma, vetëm nuk ka ngarkohet ardhur me ambasador i ri, dhe kemi ambasadorin e Britanisë së Madhe dhe të Gjermanisë, të Francës, të gjithë ta që përpiqen me kriju, do të thoya qeverinë, ose të ndikojnë, kam përshtypje që nuk kanë dhënë ndonjë mesazh konkret përveç se kërkesës që të bëhet qeveria. Prandaj kalumen, shikon, ne kemi pas raporte, po e marr PDK, LDK, kemi pas raporte shumë të ftofta njëri me tjetrin mas luftës, dhe nuk e kemi njoft tamam njëri tjetrin, ku ta di unë, dhe ato propaganda majtas djathtas kundër njëri tjetrit, publike, jo publike, kanë qenë të vështira për të kriju një koalicion, dhe ne e kemi arrit sepse ka pas vullnet për mi kriju institucionet, dhe kemi arrit për ta bërë një koalicion, do të thoya, jo parimor, por me interes strategjik për Kosovën. Të gjithë bashkë me një kryeministër të pranueshëm nga të gjithë. Kemi pas rast kur, për shembull, e kemi bërë kryeministër zotin Haradinaj në kushtet kur ai ka qenë partia e tretë për nga numri i votave në Kuvendin e Kosovës, dhe nuk ka pas, ka qenë vullnet, që është e vërteta edhe i Partisë Demokratike, edhe i çatij koalicionit që u bërë, sepse ka qenë një strategji që të paktën këto partitë që kanë origjinë, ose që kanë përardhur nga lufta të bëhen bashkë. Megjithatë ai prapë nuk funksionoi si koalicion deri në fund. Do thonë u dash që të shpërndahet parlamenti, u dash që të bëhen zgjedhje të reja. Hera e parë është që, do thonë, nga shtirimi i Kosovës që një qeveri e man mandatin e vet deri në fund. Prandaj unë mendoj që i takon Albinit që të jetë më fleksibil në këtë rast dhe të komunikoj jo nga nga piramida, nga maja piramides, por të komunikoj me këmbë në tokë dhe të komunikoj me partitë opozitare si i barabartë në kuptimin e asaj, nëse don që të krijoj qeveri bashkë me ndonjërin nga partitë e mëdha, ose ashtu siç ati ose Kosovës i konvenon. Për ndryshe, unë mendoj që do të ketë vështirësi, sepse ne kemi një problem. Partitë e opozitës gjatë fushatës janë deklaruar që ne nuk do të shkojmë në asnjë mënyrë me vetëvendosjen e koalicion. Dhe kjo nuk është e lehtë tani të bësh fushat 1 muaj e gjys, 2 muaj, 3 muaj, sa ka qenë fushata legale dhe paralegale, dhe të thuash jo, po bëjmë koalicion sepse kam ndru mendjen, ose sepse kam interes personal, ose kemi interes partijak. Po parimet duhet të ruhen. Ashtu, siç edhe zoti Kurti ka bërë, ka pas vija të kuqe, kryesisht për listën sërbska dhe për ndonjë parti tjetër. Pra, ose ka thënë që s'do të bëj koalicion me asnjë, sepse do të fitoj zgjedhjet vet. Asnjëna dhe as tjetra si kanë realizuar këto. Sepse si ka fitu zgjedhjet. Si ka fitu, do të thënë 50+1 të votave, dhe tani ai e ka të domosdoshme të komunikoj me partitë me cilat do që ati i konvenon, me cilat do që ai mendon se mund ta bëj koalicionin. Dhe ka fillu dhe të shohim si po përfundon. Por në kushtet kur, për shembull, unë pash ftesën, edhe sikur dëshiroj zoti Abdixhiku që të pranoj, të jetë të hyjë në koalicion me zotin Kurti, besoj që zoti Kurti nuk do të pranoj që Abdixhiku të jetë kryeminist. Edhe në bisedat, po them, me PDK-n,
ky është njëri ndër problemet me cilin po përballen të dy partitë e mëdha opozitare dhe tani edhe kemi edhe çështjen e AKS dhe çështjen e nismës, të cilat nuk i di realisht a Fatmirja është bërë dakord që të jetë pjesë e koalicionit me vetëvendosjen, por si do qoftë asnjëni me tjetrin nuk është dhe nuk janë të marrën vesh. Prandaj do të ketë vështirësi me kriju qeveri. Të falenderoj shumë, shpresoj bëhet më e mira për Kosovën. Shpresojmë bashkë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirë, ka nisur ndërkohë vizitën në Tiranë përfaqësuesja e Bashkimit